Okej. Atëherë përshëndetje nderuar koleg deputet. Quorumi është mbledhjen e deklarohet hapur. Në rendin e ditës sotme kemi 4 pika. E fillojmë me miratimin e procesit verbalit mbledhjes komisionit datë 2/6/2025. Dakord me procesin verbalin? Dakord. Kalojmë ke pika 2 të rendit ditës. Shqyrtimi të cilësinë e komisionit për dhënien e mendimit për ligjit për performancën energjetike të ndërtesave. Relatore kemi zonjën Zake. Kemi të ftuar kemi të ftuar zëvendësministrin, zotin Endrit Hoxha, apo ke cila pikë kemi tani? Apo ke infrastrukturën e energjisë, pika 3. Okej. Atëherë kemi zëvendësministrin, zonjën Muçaj, e cila shoqërohet nga Besian Kadiu dhe nga i përhershmi Gentian Opre, cili uroj mirëseardhjen në komision. Atëherë pa humbur kohë, do jap fjalën zonjës Muçaj, pastaj do të vijmë me relatoren përpara se të kalojmë në votim. Kjo është pika 2. Pastaj njishi. I nderuar kryetar, shumë faleminderit për mundësinë që na dhat sot për të diskutuar lidhje me projekt ligjin për performancën energjetike të ndërtesave, i cili ka për qëllim promovimin, përmirësimin e performancës energjetike në ndërtesa dhe reduktimin e emetimeve të gazeve serë të emetuara si rezultat i përdorimit të tyre për të themi funksione brenda ndërtesave në vend, duke konsideruar dhe kushtet klimatike të jashtme, kushtet vendore, kërkesat për cilësinë e ambientit brendshëm, nivelin e kostos optimale, me qëllim transformimin e ndërtesave ekzistuese në ndërtesa pa emetime deri në vitin 2050. Ky akt të dashur vjen në përputhje me objektivat që qeveria shqiptare ka vendosur në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në fakt nëpërmjet këtij ligji shfuqizohet ligji ekzistues i vitit 2016 për performancën energjetike të ndërtesave, duke arritur një nivel të themi parafërimi të lartë me direktivën aktuale dhe pikërisht direktivën më të fundit vitit 2024 2017 të Komisionit dhe të Parlamentit Evropian për performancën energjetike të ndërtesave, duke i dhënë Shqipërisë një mundësi pra shumë avangard për të arritur një nivel parafërimi në këtë fushë, e cila ndërkohë plotëson një seri objektivash. Dhe në fakt ky ligj është në përputhje me strategjinë tonë kombëtare të energjisë 2018 dhe 30, planin kombëtar të energjisë dhe të klimës 2021-30, programin kombëtar për adherimin në Bashkimin Evropian 2024-30 dhe planin analitik të akteve të vitit 2024 dhe ka ardhur nëpërmjet një procesi i cili ka patur të përfshirë të nderuar përveç hartimit të aktit të tij në përputhje me direktivën duke kërkuar parafrimin e saj dhe një procesi konsultimi që ka ndodhur në periudhën nëntor-dhjetor të vitit 2024, ka marrë gjithashtu komentet nga palët e interesuara duke reflektuar një pjesë mirë të tyre dhe duke pas gjithashtu argumentuar pa mundësinë e marrjes në shqyrtim të disa të themi komenteve të tjera, pikërisht për faktin se nuk qëndronin në mënyrë të përputhur ose ishin gjatë të zgjidhura në draftin e propozuar nga ligji. Çfarë përmirësimesh përparësisht sjell ky ligj të nderuar? Sjell pikërisht reduktimin e emetimeve. Duke vendosur standarde për performancën energjetike, ligji ndihmon në uljen e emetimeve të karbonit duke kontribuar në luftën e ndryshimeve klimatike, në kursimin e energjisë, si një nga objektivat kryesore të qeverisë shqiptare dhe të gjithë politikave të saj në fushën e energjisë, duke përmirësuar praktikë të eficiencës ndërtesa, do të kemi kursime të konsiderueshme energjie dhe ulur kostot për konsumatorët dhe duke zvogëluar varësinë nga burimet fosile. Gjithashtu shëndeti dhe komoditeti patjetër ndërtesa me energji eficiente do të kontribuojnë në energjinë e popullatës, do të nxiten investimet, duke sjellë në fakt standarde më të larta në teknologjitë që operojnë sot për sa i përket pjesës së ndërtimit dhe do të nxiten investime në teknologji pra të reja në materiale dhe stimuluar gjithë ekonominë e vendit për shkak të ndërhyrjeve që do të vinë. Normalisht ky ligj bazohet në kushtetut, pra ka ardhur si pjesë e një të themi procesi përafrimi dhe në përputhje me objektivat që ne kemi strategjik dhe të politikave në këtë fushë. Është gjithashtu parafron një akizh shumë të rëndësishme pra si shtam për performancën energjetike të ndërtesave, hyn dhe nxit dhe plotëson objektiva shumë të rëndësishëm të sjelljes në territor,
bëhet nga 9 krerë dhe 37 nene, duke sjell në vlerësimin e Ministrisë Infrastrukturës e Energjisë institucion prodhues po edhe të konsideratës Këshillit të Ministrave që miratoi këtë akt në shkurt të këtij viti. Të themi të gjitha ato përparësi të cilat do të mund t'i japin një themi avantazh të jashtëzakonshëm asaj që do të quhet ekonomia e ndërtimit në Shqipëri në kuptimin e përfitimeve në konsumin në vend, në reduktimin e emisioneve të karbonit siç edhe diskutuam dhe në këtë kuptim vim tek argumenti që ka të bëjë pikërisht me faturën, me pjesën e investimeve dhe me faturën financiare, po themi të zbatimit të këtij ligji. Sqarojmë qysh në krye të herës se në fakt ky ligj nuk përcakton detyrime specifike për subjektet, pra themi ka në bazë të vet çështjen e rritjes së performancës së energjisë në ndërtesa për të gjithë ndërtesat në Republikën e Shqipërisë, por ndërkohë përcakton detyrime vetëm për rastet e ndërhyrjes dhe të restaurimeve të ndërtesave ekzistuese, kur ato konsiderohen janë të konsiderueshme apo të qenësishme sipas kriterëve të përcaktuara në këtë ligj. Pra në këtë kuptim nuk ka një faturë imediate që lidhet me zbatimin e këtij ligjit. Kjo faturë nuk është një faturë që përcaktohet në buxhetin e një ministrie të posaçme, por do lidhet me parashikimet buxhetore të çdo institucioni shtetëror, të cilët në fakt janë të parët, të cilët do të vendosen përpara detyrimet për të qenë ata të cilët do të rinovojnë ndërtesat e shtetërore në emër të përfitueshmërisë që ne sapo diskutuam, pra qoftë në kuptimin e emetimeve, qoftë në kuptimin e reduktimit të faturës së energjisë elektrike, duke nxjerrë përfitimin në raport me investimin, patjetër në vlerë plus 0, pra gjithmonë me fitim. Në këtë kuptim të nderuar do jenë institucione shtetërore të cilat do të kanë të parashikuara të themi një numër total për 8200 ndërtesash publike që do të rinovohen në Shqipëri për një sipërfaqe për 5.5 milion metra shkatror, sipas një shtrihje e cila shkon deri në vitin 2050 dhe që do të mund të përballohet pra nga buxhetet e brendshme të gjithë atyre institucioneve të cilat kanë në pronësi apo administrim ndërtesat publike. Dhe ndërkohë për sa i përket pjesës së ndërtesave private, kjo do të aktivizohet vetëm pra mbi bazën e ndërhyrjeve që konsiderohen të restaurimeve të cilat janë të qenësishme. E para dhe e dyta do të jenë pjesë edhe mbështetje si deri më sot nga qeveria e Shqipërisë në raport me atë çka do të jetë gjithmonë kostoja mbi ato optimale që do të përcaktohet mbi bazën e një metodologjie e cila ndërkohë do miratohet të themi si pjesë e akteve në ligjore të këtij ligji. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen dhe sigurisht me të hapur për pyetje. Faleminderit. Faleminderit Zotës Ministre, fjala për zonjën Eni Zake. Faleminderit kryetar, falenderoj dhe zëvendës ministren për prezantimin dhe paraqitjen e këtij projekt ligji. Ne si Komisioni i Ekonomisë dhe Financave shqyrtojmë në cilësinë e komisionit për dhënie mendim. Dihet që para viteve 90 ndërtesat në vendin tonë nuk mbështeteshin në standardet efikase të energjisë dhe ndërtuesit nuk përqendroheshin apo fokusoheshin te përdorimi i materialeve që kursenin energjinë dhe nuk merrnin parasysh energjinë e rinovueshme ose izolimin termik. Në vitin 2016, në vendin tonë u miratua për herë të parë ligji për performancën e energjetike të ndërtesave. Ky më pas pasurua edhe me kuadrin regulator dhe në vitin 2016 u krijua Agjencia për Eficiencën e Energjisë, e cila është përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e masave për eficiencën e energjisë dhe për certifikimin e audituesve të energjisë në ndërtesat dhe në industri, si dhe për dhënien e certifikatave të performancës së energjisë. Nevoja për hartimin e këtij ligji të ri vjen si rrjedhojë pasi ka 3 momente kryesore. Së pari duhet mundësuar përafrimi me legjislacionin ton me atë të BE-s. Ligji aktual është përafruar pjesërisht me direktivën e vitit 2010, por kjo direktivë tashmë është fuqizuar dhe zvendësuar me direktivën e re të vitit 2024 dhe për këtë arsye duhet përafruar. Së dyti, për të përafruar dhe për të përfituar nga mundësitë e financimit ndërkombëtar dhe granteve të BE-s, investimet për ndërtesa me efikasitet të lartë energjetik përbëjnë prioritet në programe tipa apo planin e BE-s për rritjen ekonomike 2024-2030 për Ballkanin Perëndimor, ndaj është e rëndësishme të kemi një kuadër ligjor të përditësuar për të përfituar nga këto financime. Dhe së treti, situata në sektorin e energjisë kërkon një angazhim tjetër ligjor për të përmirësuar standardin energjetik të ndërtesave. Aktualisht, rreth 70% e ndërtesave janë ndërtuar para viteve 90, pas një standard energjetik, dhe shumica e ndërtimeve të reja nuk arrin nivelin ndërtesa me emetim gazi zero.
dhe në ligjin ekzistues nuk ka stimul ligjor dhe ekonomik për të integruar dhe për të nxitur rinovimin. Qëllimi i projekt ligjit është promovimi dhe përmirësimi i performancës energjetike të ndërtesave dhe reduktimi i emetimeve të gazit serë, duke marrë në konsiderat kushtet klimaterike të jashtme, kushtet lokale, kërkesat për cilësinë e ambientit të brendshëm dhe nivelin e kostos optimale për të mundësuar transformimin e ndërtesave ekzistuese në ndërtesa me etim gazi deri në vitin 2050. Objektivat kryesore të projekt ligjit janë së pari përmirësimi i eficiencës së energjisë duke reduktuar humbjet dhe optimizuar përdorimin e burimeve energjetike, së dyti zhvillimi i një tregu të qëndrueshëm të energjisë dhe promovimi i energjisë së gjelbër duke synuar uljen e konsumit dhe përmirësimin e balancës energjetike në vend, dhe së treti sigurimi i mbështetjes nga financimi i BE-s për modernizimin e ndërtesave duke ndikuar në përmbushjen e angazhimeve të saj për neutralitetin e klimës deri në vitin 2050. Ky projekt ligj sjell një sërish, së pari është parashikon në të gjitha ndërtesat e reja pas vitit 2030 duhet të jenë të ndërtuar me emetim zero gazi. Përcaktohen qartë standardet minimale të performancës energjetike për ndërtesat ekzistuese, duke i detyruar të përmirësojnë performancës, parashikohen inspektime periodike të detyrueshme të sistemeve teknike të ndërtesave për ngrohje ftoje sipas standardeve të BE-s, parashikohet krijimi i sistemit të strukturuar për trajnimin, licencimin dhe kontrollin e ekspertëve energjetik duke rritur cilësinë e auditimeve, vendoset detyrimi për ndërtimin e infrastrukturës për karikimin e automjeteve elektrik dhe përfshirjen e teknologjive të zgjuara në ndërtesat e reja, dhe vendosen objektiva ligjor për rinovimin e thellë të stokut ekzistues të ndërtesave. Lidhur me ndikimin që ka në ekonomi, projekt ligji siguron të ardhura shtesë nga tatimet dhe burimet e financimit, përfitime nga taksat e karbonit, përfitimet nga mekanizmat e financimit dhe subvencionet e BE-s, uljen e kostove administrative dhe uljen e nevojës për import të energjisë. Gjithashtu ka edhe ndikim tek biznesi, për të përmbushur kërkesat e këtij ligji, bizneset do duhet të investojnë në ndërtesa ku operojnë, por këto investime do të rezultojnë në kursimet e energjisë në periudha afatgjata. Do të ketë gjithashtu edhe ndikime mjedisore, sepse ky projekt ligj ndikon në reduktimin e emetimeve të gazeve me efekt serë, nxit përdorimin e energjisë së rinovueshme, përmirëson cilësinë e ajrit dhe ndihmon në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimaterike. Dhe projekt ligji gjithashtu inkurajon përdorimin e energjisë diellore, energjisë eolike dhe burimeve të tjera të rinovueshme për të mbështetur nevojat energjetike të ndërtesave, duke ndihmuar në uljen e ndotjes atmosferike dhe zvoglimin e varësisë në energji nga rrjeti. Gjithashtu ka dhe ndikim social, sepse zbatimi i këtij projektligji pritet të përmirësojë cilësinë e jetesës dhe të ndihmojë në krijimin e kushteve më të mira të punës për individët dhe komunitetet. Institucionet zbatuese është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia për Eficiencën e Energjisë, institucionet e qeverisës vendore, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjencia për Burimet e Rinovueshme të Energjisë dhe Agjencia e Prokurimit Publik. Për sa i përket efekteve financiare, do të ketë dy lloj efektesh për ndërtesat e banimit, për të arritur objektivin kombëtar të reduktimit të emetimeve deri në vitin 2050, në vendin tonë duhet të rinovohen rreth 745.000 ndërtesa banimi, me një sipërfaqe të rinovuar prej rreth 60 milion metër katror. Nevojat e pritshme kumulative për investime deri në vitin 2050 parashikohen rreth 16.5 miliardë euro, sipas viteve këto të dhëna paraqiten në tabelën që janë parashikuar, që nuk po ndalen, pasi të gjithë i kemi në relacion, dhe për ndërtesat publike, do të ketë reduktim të emetimeve deri në vitin 2050, në vendin tonë duhet të rinovohen rreth 8.200 ndërtesa publike me një sipërfaqe të rinovuar për rreth 5.5 milion metër katror. Nevojat e pritshme kumulative për investime deri në vitin 2050 parashikohen rreth 1.5 miliardë euro. Vlera e llogaritur me supozimin e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme në godina shtetërore, si edhe në ato private, do të ketë arritje në nivelin e kërkesave minimale që përkon me plotësimin e kërkesave të kostove optimale, që është përafërsisht 50 milion euro deri në vitin 2030. Për sa i përket disa pyetjeve që mundet edhe t'i paraqes, në zbatim të ligjit për financat e vetëqeverisjes vendore, ka pasur disa projekte të pushtetit vendor për termoizolimin e banesave, pikërisht për qëllim për uljen e kostove të përngroje të banesave, për gjithashtu edhe në këto financime janë bërë nga me 50% të vlerës financimit nga pushteti vendor. A parashikohen ndonjë politike ngjashme në mbështetje të këtij projekt ligji dhe
a ka pasur deri në sot donacione apo oferta për mbështetjen e performancës energjetike të ndërtesave? Dhe çfarë mekanizmash ekonomik do të përdoren për përfitimin e këtyre donacioneve? Përsa përmenda më lart, ky projekt ligj është në përputhje me kushtetutën, legjislacionin në fuqi, e përputhur gjithashtu dhe me rregulloren e kuvendit dhe do të jap një kontribut të rëndësishëm në rritjen e performancës energjetike të ndërtesave në vendin tonë. Për këtë arsye i propozoj Komisionit miratimin e këtij projekt ligji. Faleminderit. Faleminderit zonja Zake, zoti Xhelili. Faleminderit kryetar. Në vijim të asaj që edhe sa po tha nga relatorja. Edhe unë kisha një dy, po themi, pyetje. U tha këtu për lidhur me restaurimet të qëndësishme të banesave private. Nuk e di se çfarë nënkuptojmë me këtë restaurimet të qëndësishme, pra unë kam parë që disa individ privat, kur shkojnë dhe kërkojnë një leje, po themi për çati, që është një element i qëndësishëm dhe i rëndësishëm për eficiencën energjetike, hasin vështirësi vetëm në marrjen e lejes ndërtimit të çatis. A do të ketë, po themi ose është e parashikuar në këtë projekt ligj në një liberalizim i këtyre lejeve që ndikojnë në eficiencën energjetike, pra nuk do të jemi më aq strikt sa për të bërë pengesë dhe eficiencën. U tha për kosto dhe u përmend edhe nga relatorja tek pyetjet për kostot e qeverisë shqiptare. Dhe një pyetje thjesht kisha. Lidhur me banesat private, do të jenë në formë granti apo do të jenë në formën e këtyre kredive të buta që e dëgjojmë si term her pas here. Dhe doja dija, është parashikuar në një kohë kur do të filloj dhe si do të jetë aplikimi dhe sa e gjatë do të jetë koha deri në shqyrtim, po flas gjithmonë për banesat private. Pra, kur do të filloj aplikimi, sa do të zgjasë shqyrtimi deri në miratimin e asaj që do të jetë ose grant ose formës kredis but. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhelili. Atëherë nëse s'ka pyetje të tjera, fjala për kush do përgjigjet? Okej. Faleminderit atëherë për pyetjet e zonjës Zake. Aktualisht kemi pasur mbështetje nga pushteti vendor në masën 50% të investimit për veshjet me kapot, për qëllime termoizolimit, po ashtu kemi pasur dhe skema të tjera mbështetje për pavarësimin energjetik apo për uljen e konsumit në masën 70% për panele të ngrohjes së ujit sanitar. Janë dy praktika të zbatuara. Ajo që duhet të sqaroj është se nëpërmjet këtij projekt ligji neve do të bëjmë pikërisht do të institucionalizojmë të gjithë procesin e dhënies së mbështetjeve apo dhënies së incentivave për rritjen e performancës energjetike në ndërtesa. Aktualisht ajo është zhvilluar e fragmentuar midis pushtetit vendor dhe pushtetit qendror. Nëpërmjet projekt ligjit ne parashikojmë që të krijojmë një strukturë të posaçme e cila do të bëjë të mundur jo vetëm dhënien e incentivave, por edhe vjeljen e atyre fondeve që janë të disponueshme nga donatorë ndërkombëtar, kryesisht Bashkimi Evropian, për sa i përket pjesës së rritjes së eficiencës së energjisë dhe performancës energjetike në ndërtesa. Aktualisht donacionet janë këto që përmendëm, kryesisht në nivel pushtetit qendror nga agjencia janë zbatuar këto subvencionet për ngrohësit diellor dhe mekanizmat e alokimit, të cilat do të zbatohen, do të rregullohen nëpërmjet një vendimi të Këshillit të Ministrave, i cili do të dalë në zbatim të këtij ligji. Faleminderit. Mund të plotësoj në lidhje me pyetjen që kishte të bënte sidomos për sa i përket lehtësimeve, në lidhje me marrjen e lejeve për rastin e restaurimeve të ndërtesave.
Siç e tham, në ligj janë përcaktuar kriteret për ato lloj ndërhyrjesh të cilat do të konsiderohen si të qëndrueshme apo të konsiderueshme. Pra kriteret janë në ligj dhe do të plotësohen rast pas rasti. Ndërkohë, pjesa e restaurimit ose kërkesave dhe standardeve të reja që po imponohen me këtë ligj dhe akteve në ligjore theksojmë sepse ato do të përcaktojnë dhe koston optimale, që do të thotë në çdo rast të restaurimit, nëse kemi një kosto që për efekt të eficiencës energjisë te i kalon koston optimale, atëherë nuk do të ketë detyrim për ta kryer këta. Pra çdo gjë do të ketë efekt ekonomik në kryen e ndërhyrjes dhe të përfitueshmërisë që e theksuam qysh në plan të parë dhe në këtë kuptim. Nuk ka një parashikim para rendës për lehtësi pasi në çdo rast kemi të bëjmë me një ndërhyrje të karakterit strukturor, të ndërtesave që do të sjellin edhe pjesën e ndërhyrjeve të tjera. Pra ka përveç elementeve ose faciliteteve mbështetëse që quhet të ndërtesave apo materialeve të ndërtimit të përdorur për shembull në ndërtesa apo të teknologjive në vetvete, do të ketë janë gjithmonë punimet e ndërtimit që bëjnë pjesë në atë çka quhet kostoja totale e ndërhyrjes. Në këtë kuptim nuk ka një pararendje ose një parashikim për lehtësime përsa kohë bëhet fjalë për një ndërhyrje normale në ndërtesë që duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për planifikimin dhe zhvillimin e territorit bashkë me kërkesat e re dhe standardet e reja që do të kërkohen për ndërtesat. Po donim të theksonim edhe një herë që përballë stokut dhe objektivave kombëtar që janë 3% të rinovimit të stokut kombëtar të ndërtesave për ndërtesat shtetërore në nivel qendror dhe 2% të rinovimit të ndërtesave në nivel vendor, të cilat mbeten objektiva për sa i përket shtetit shqiptar, çështja e të gjithë ndërtimeve të tjera nën privat, qofshin këta individ apo subjekte të themi industriale, nuk është një kërkesë e pararendse e ligjit, po mund të aktivizohet në rastin kur ata do të duhet të ndërhyjnë për të restauruar në nivelet dhe sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në këtë ligj. Urojmë të kemi qenë zaurus, patjetër që mbetemi të hapur për çdo lloj vijimi më tej. Faleminderit. Tani numri ndërtesave të qeverisë qendrore dhe lokale, sa shkon i gjithë? Këtu shkruhet 745.000 do riparohen deri në vitin 2050 apo? Sa është numri i ndërtesave të gjitha që kemi ne? Për pyetjen, dhe në fakt për sa i përket ndërtesave të themi ndërtesave publike, ato numërohen në një stok prej 8200 ndërtesash në këtë moment dhe plani i të themi i rinovimit të ndërtesave për sa i përket pjesës shtetërore në përputhje me objektivat kombëtar që ne tashmë i kemi vendosur vetes deri në vitin 2050 është tashmë i përcaktuar me një ndërhyrje dhe i planifikuar të themi me një ndërhyrje që shkon në vlerën që edhe ju me të drejtë situat prej rreth 50 milion euro në vit. Çka do të thotë të gjithë plani ndërhyrjes prej minimumit, pra 3% në qeverinë qendrore dhe 2% në atë vendore për vit, që është një plan kombëtar për t'u arritur dhe për t'u raportuar si tillë, do të kryhet duke patur parasysh këtë stok prej 8200 ndërtesash në nivel publik në total. I cili ndërkohë mbi bazën edhe dënave që ne kemi paraqitur në relacion dhe që janë paraprake do detajohen në planin tonë veprimit me akt në ligjor, parashikohen pra që të kenë për vitin 2030 një ndërhyrje për 290 milionë eurosh, për deri në vitin 2040 787 dhe të themi brenda vitit 2050 në vlerën prej 1 miliard e 449 milion eurosh. Bëhet fjalë për një ligj I cili ndërkohë pra sjell dhe të gjithë përfitimet për të cilat kemi diskutuar dhe merr për parasysh një mekanizëm të përfitueshmërisë së ndërhyrjes në raport me përfitimin. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme për tu konsideruar qysh në krye të herës, jo si një investim që hidhet pa një logjik dhe pa një të themi kusht të ndërhyrjes në ndërtesë. Kushti vetëm është mundësia që fitimi që do të merret për shkak të ndërhyrjes të jetë më I madh se sa po ta linim ndërtesën me shpenzimet aktuale që ajo do të kishte në kohë dhe sipas normës së shpenzimit që ajo ka në nivelin aktual të konsumit. Faleminderit shumë për vëmendjen edhe një herë. Atëherë, duke përmbyllur edhe pjesën e pyetje përgjigjeve, ka diskutime? Nuk ka diskutime. Kalojmë nderuar koleg deputet në votim duke rikujtuar që jemi në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. Atëherë, kush dakord me ligjin parim pro, kundër, abstenim miratohet, 1 pro, kundër, abstenim miratohet, 2 pro, kundër, abstenim miratohet, 3 pro, kundër, abstenim miratohet, 4 pro, kundër, abstenim miratohet, 5 pro, kundër, abstenim miratohet, 6 pro, kundër, abstenim miratohet, 7 pro, kundër, abstenim miratohet, 8 pro, kundër, abstenim miratohet,
9 pro kundër abstenimi miratohet, 10 pro kundër abstenimi miratohet, 11 pro kundër abstenimi miratohet, 12 pro kundër abstenimi miratohet, 13 pro kundër abstenimi miratohet, 14 pro kundër abstenimi miratohet, 15 pro kundër abstenimi miratohet, 16 pro kundër abstenimi miratohet, 17 pro kundër abstenimi miratohet, 18 pro kundër abstenimi miratohet, 19 pro kundër abstenimi miratohet, 20 pro kundër abstenimi miratohet, 21 pro kundër abstenimi miratohet, 22 pro kundër abstenimi miratohet, 23 pro kundër abstenimi miratohet, 24 pro kundër abstenimi miratohet, 25 pro kundër abstenimi miratohet, 26 pro kundër abstenimi miratohet, 27 pro kundër abstenimi miratohet, 28 pro kundër abstenimi miratohet, 29 pro kundër abstenimi miratohet, 30 pro kundër abstenimi miratohet, 31 pro kundër abstenimi miratohet, 32 pro kundër abstenimi miratohet, 33 pro kundër abstenimi miratohet, 34 pro kundër abstenimi miratohet, 35 pro kundër abstenimi miratohet, 36 pro kundër abstenimi miratohet, 37 pro kundër abstenimi miratohet, në tërësi pro kundër abstenim miratohet, duke i falenderuar edhe për punën. Ju urojmë mbarësinë. Do të vijojmë implementimin e ligjit. Implementimin e ligjit. Implementim do të thotë në aplikimimi. I ka fjalori shqip. Kur të ishte nga fjalori shqiptar, kemi një Atëherë, të nderuar kolegë, vijojmë mbledhjen me diskutimin e ligjit për disa ndryshime në ligjin 79/2017 për sportin. Atëherë, vijojmë me ligjin për sportin, jemi në cilësi në komisionit për dhënie mendimi. Atëherë, kemi të ftuar zëvendësministrin zotin Hoxha, bashkëshoqërohet nga zoti Tola dhe nga Mirela Bimo, drejtore e financave dhe buxhetit nga Ministria e Financave, përsëri zoti Opraj. Pa humbur kohë, relator kemi zotin Sinaj. Pa humbur kohë, do të jap fjalën zotit zëvendësministër, do të prezantoj? Okej. Atëherë pastaj zoti Sinaj, nëse do të ketë pyetje për I nderuar kryetar, nderuar deputet, faleminderit për kohën, ju kërkoj ndjes pasi vim nga një komision pak më parë. Projekt ligji ka për qëllim rritjen e efektivitetit të zbatueshmërisë së ligjit numër 79/2017 për sportin të ndryshuar. Mbështetjen e reformave të ndërmarrë në fushën e sportit, zgjerimin e formës së organizimit të organizatave sportive, integrimin dhe gjithëpërfshirjen e veprimtarisë sportive olimpike speciale për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara intelektuale dhe fizike në Republikën e Shqipërisë. Ky projekt ligj është në përputhje plot me programin politik të Këshillit të Ministrave për aktet ligjore në fushën e sportit. Projekt ligji është hartuar në përputhje të plot me angazhimin e qeverisë shqiptare për zhvillimin e sportit në Republikën e Shqipërisë si një veprimtari publike që ka interesimin maksimal për nxitjen dhe promovimin e tij me qëllim përmirësimin e shëndetit të jetës së gjithkujt. Projekt ligji është publikuar për konsultim publik në regjistrin elektronik të njoftimeve dhe të konsultimeve publike më datë 19/6/2024 deri më 17/7/2024 dhe është hartuar përmes një tabele. Gjithashtu, sipas pikës 16 të kreut 3 të vendimit numër 584 më datë 28/8/2003 të Këshillit të Ministrave të ndryshuar, është përpiluar raporti i vlerësimit të ndikimit RIA. Projekt ligji
është pjesë e programit të përgjithshëm analitik të projekt akteve për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për të miratuar në vitin 2024 në zbatim të vendimit numër 790 datë 28/12/2023 të Këshillit të Ministrave për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projekt akteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2024. Unë po kaloj, besoj që e keni parë relacionin, po kaloj shkurtimisht tek pikat e disa neneve që ne kemi ndërhyrë dhe po ju vë me dje që nisma është marrë nga Këshilli i Lartë i Sportit, duke qenë se kemi një ligj të mirë të sportit, por nevojitet përmirësimi i tij. Neni 1 parashikon që neni 3 të bëhen shtesa dhe ndryshime për sa i përket fondacioneve në fushën e sportit, që janë organizata jo fitimprurse, të themeluara nga institucionet publike, persona juridik dhe fizik që administrojnë apo ushtrojnë veprimtari sportive. Fondacionet në fushën e sportit të themeluar nga institucionet publike përgjegjëse në fushën e sportit Nuk ka nevojë të lexoni sepse i kanë deputetët, thjesht po, shkurtimisht. Pra kemi përfshirë fondacionet duke qenë se nuk janë të prekura në legjislacionin dhe kemi qenë të kujdesshëm për të vendosur për sa i përket buxhetit dhe financimit të këtyre fondacioneve. Gjithashtu kemi bërë një ndërhyrje shumë të vogël për sa i përket shitet arbitrazh sportiv, i kemi dhënë vetëm thjesht formën e një OFE-je qendër. Gjithashtu kemi përfshirë në ligj Komitetin Paralimpik Kombëtar Shqiptar, i cili është një komitet që do të jetë siç janë lojrat olimpike janë dhe lojrat paralimpike, por pa e pasur të përfshirë ne nuk arritëm dot që të merrnim pjesë në lojrat paralimpike që zhvilluan në Paris. Kështu që kemi vendosur ashtu siç edhe është pjesë e Bashkimit Evropian. Edhe kemi përshkruar lëvizjen paralimpike, që është një organizim universal i përhershëm i individëve me aftësi të kufizuara fizike. Gjithashtu ne kemi përfshirë për disa ndryshime dhe olimpikun special, që janë personat me aftësi të kufizuara intelektuale, që organizohen dhe si personat fizik, ashtu dhe persona me të cilët kanë nevojë për të marrë pjesë në aktivitete sportive. Për sa i përket aktivitete sportive në institucionet arsimore pa universitare, kemi parë të nevojshme që përveç federatave apo përveç federatave edhe përveç Federatës Sportit Universitar dhe Federatës Sportit Shkollor, ne kemi përfshirë dhe organizatat jashtë procesit mësimor, siç mund të jenë dhe institucionet shtetërore, por dhe Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar për zhvillimin e sportit. Besoj që këtë do të jemi në bashkëpunim me Komitetin Olimpik, por dhe me disa federata shqiptare. Gjithashtu kemi shtuar gamën e organizatave sportive, kemi shtuar Komitetin Paralimpik, fondacionet në fushën e sportit, gjithashtu dhe Olimpikun Special Shqiptar. Financimin e organizatave sportive dhe aktiviteteve sportive ndërkombëtare. Kemi parë të arsyeshme sepse tashmë Shqipëria përveç se federatave sportive, po organizon edhe aktivitete ndërkombëtare të rangut botror europian, por edhe siç e kemi parë më së fundmi nga Giro d'Italia apo edhe shumë europiane nga U17. Unë besoj që është një moment ku ne duhet ndërhyjmë në këtë pikë për sa i përket mbështetjeve të këtyre aktiviteteve dhe jo vetëm thjesht organizatave, por edhe Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Besoj që efektet financiare i kemi parashikuar në nenin 8 parashikohet edhe konvent antidopingut, që kemi bërë vetëm thjesht një shtesë, duke qenë se kemi konventën antidopingut europian, kemi vendosur dhe atë botror. Për sa i përket Këshillin e Arbitrazhit Sportiv dhe Komitetin Paralimpik, financimi nga buxheti i shtetit fillon 24 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, i cili do të përcaktohet në ligjin buxhetor përkatës, ndërsa për Komitetin për Olimpikun Special, financimi i buxhetit të shtetit fillon 9 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kemi menduar për arsye sepse Komitetin Olimpik Special pothuajse e kemi dhe kemi marrë pjesë në kombëtarisht, por nuk njihet në ligj, kurse Paralimpikun kemi menduar për kohën e krijimit, për kohën e regjistrimit në gjykat, besoj që do të jetë e nevojshme deri në 24 muaj. Për sa i përket financimit për periudhën 2025-2027, është parashikuar brenda tavaneve të programit sportit, me shumën e miratuar për çdo vit. Pra për vitin 2025 janë parashikuar 500, për 2026 gjithashtu dhe 2027. Shumë faleminderit dhe shpresoj që të kemi kuptimin tuaj. Përgëzime për nismën dhe për amendimet që prezantuat. Relator
Zoti Sinaj, e zoruar se ishi shpjegime në fakt. Fjala për ju. Faleminderit kryetar. Ky projekt ligj është nisë me Këshillit të Ministrave, mbështetur në nenet 7883.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në nenet 68.1 të rregullores së Kuvendit. Komisioni për Ekonomi dhe Financat e shqyrton këtë projekt ligj në cilësinë e Komisionit për dhënien e mendimi, bazuar në nenet 32-38 të rregullores së Kuvendit. Projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 79/2017 për sportin të ndryshuar, përbet nga 11 nene, ka për qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor në fuqi në fushën e sportit. Përmes miratimit të këtij projekt ligji synohet të plotësohen disa paqartësi dhe mangësi të konstatuara gjatë zbatimit të ligjit aktual në raport me organizimin dhe fushën e veprimit të organizatave sportive. Gjithashtu në projekt ligj propozohet përfshirja jashtë procesit mësimor të organizatave sportive në aktivitete sportive të shumë sporteve, duke rritur përfshirjen dhe të disiplinave të tjera sportive, të cilat nuk janë pjesë e kurikulës shkollore. Projekt ligji është në harmoni me Kushtetutën. Përparësi projekt ligjit është synimi i një financimi të qëndrueshëm të organizatave sportive në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu nëpërmjet këtij projekt ligji do të krijohen kushtet e përshtatshme për rritjen e efikasitetit dhe të transparencës në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve sportive, si edhe do të krijohet sigurimi, integrimi dhe gjithë përfshirjen e veprimtarisë sportive olimpike speciale për fëmijë të rritur me aftësi të kufizuara fizike dhe intelektuale në Republikën e Shqipërisë. Ky projekt ligj nuk parashikon parafrim me ndonjë akuiz të Bashkimit Evropian. Efektet financiare janë ato që përmendi dhe zëvendës ministri. Para financimi për periudhën 2025-2027 është planifikuar brenda tavaneve të programit të sportit me shuma të miratuara për çdo vit. Për vitin 2025 janë parashikuar 5 milion lek, për 2026 5 milion lek dhe për 2027 janë parashikuar 5 milion lek. Në përfundim, projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin 79/2017 për sportin të ndryshuar, në aspektin ligjor e vlerësoj se projekt ligji i propozuar është në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Në aspektin procedurial, projekt ligji është paraqitur në përputhje me rregulloren e Kuvendit. Dhe përsa thash më lart për forcimin e sportit në Shqipëri dhe për rregullsinë e këtij projekt ligji, ju ftoj ta miratojmë. Faleminderit. Faleminderit zoti Sinaj. Pyetje? Nuk ka. Diskutime? Një pyetje ka zonja Mimi Kodheli. Juve folët për lojrat paraolimpike, po? Jam sakt? Paralimpike. Po. Paralimpike. Po. Paraolimpike duhet ishte, po çon sipër. Paraolimpike është persona me aftësi të kufizuara, por lojrat janë olimpike të njerëzve me aftësi të kufizuara. Për kthyer paralimpike nuk e di. Nëse. Ne është Okej. Ka rënë oja rrugës. Okej. Okej. Kjo është e njëjta organizëm me këtë të Prince Harryt, të Anglisë? I njëjti organizëm? Flas për botërorin, nuk flas për Shqipërinë. Është organizëm tjetër, strukturë tjetër? Siç është Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, është dhe Komiteti Paralimpik Ndërkombëtar. Pra siç kryen organizime në federata të ndryshme të olimpikut, siç mund të jetë peshngritje, mundje, qitje me radhë, dhe Paralimpiku ka të njëjtën gjë. Por ndoshta me një nivel pak më të vogël federatash, sepse gradualisht po përfshihen. Po, që jo me olimpikun special, që është me personat me aftësi, siç janë sindromën Down apo tjerë e tjerë. Në djenin time nuk e di. Nuk
kush është e pyetja që mund të sqarojmë më saktë? Të personit nuk e di, po të institucionalizimit ta shpjegova. Do përpiqem. Ndizë pak mikrofonin. Ndizë se është për rekordet e komisionit. Këshilli i lartë i sportit është shkruar me VKM, që përbohet nga ministri i përgjegjës për sportin, zëvendës ministri, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, presidenti i voleybollit, Këshilli i lartë i sportit. Është një këshill. Këshilli i lartë i sportit. Është i lartë, ndoshta se përfshin një pjesë më të madhe të federatave që kanë më shumë peshë, ndoshta, ose po duhet me Faleminderit zonja Kodheli. Ka kolegë të tjerë që kanë pyetje? Nuk ka. Atëherë kalojmë votim. Kush dakord barim për ligjin? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Një pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Një 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërësi pro, kundër nuk ka, abstenim, miratohet. Faleminderit. Edhe punë të mbarë. Faleminderit ju. E falenderova që në kryet herës. Tani kalojmë tek ligji shumë i rëndësishëm për shëndetin e bimëve. Bimëve. Ndërkohë që kemi zonjën Marnoj në cilësinë e relatores, të ftuarit, ku është, okay, ja erdhi zoti Jaup Llari, zëvendës ministër, që bashkëshoqërohet nga Urda? Ismet? Bici. Në cilësinë për një sektor mbretërisë, okay, sepse nuk e kam emrin të referuar. Atëherë, pa humbur kohë, ne jemi komision për dhënje mendimi, roli Komisionit Ekonomisë ka të bëjë me komponentin ekonomiko-financiar të ligjit, kështu që do të bëri një përshkrim shumë të shkurtër zoti Jaup Llari se çfarë do të thotë ky projekt ligj, pa hyrë në detaje. Dakord? Fjala për ju. Projekt ligji për shëndetin e bimëve ka për qëllim të forcojë rregullat për mbrojtjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera nga dëmtuesit, si dhe të parandalojë hyrjen dhe përhapjen e dëmtuesve të rregulluar karantinor dhe jo karantinor në Republikën e Shqipërisë. Kjo iniciativë e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Qeverisë Shqiptare vjen si një objektiv kryesor për parafrimin e legjislacionit në përputhje të plot me atë të Bashkimit Evropian dhe që ka qenë një nga kërkesat specifike në takimet bilaterale dhe progres raportin e BE-s. Siguria ushqimore
është një nga objektivat kryesorë të qeverisë shqiptare dhe nëpërmjet këtij ligji dhe dy ligjeve të tjera të posaçme që janë ligji i shëndetit të kafshëve dhe ligji për kontrollet zyrtare, ne plotësojmë paketën e plot ligjore të kapitullit 12, një nga kapitullit më të rëndësishëm, dhe e gjithë kjo paketë do të jetë në përputhje të plot me akinë e BE-s. Sigurisht që Bashkimi Evropian vazhdon të jetë partneri ynë kryesor, ku eksportet e produkteve bimore kanë pasur rritje të vazhdueshme dhe nëpërmjet këtij ligji ne i hapim rrugën edhe rritjes së eksporteve tona në vendet e Bashkimit Evropian. Projekt ligji synon të krijojë një bazë ligjore të fortë dhe efektive për mbrojtjen e shëndetit të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera. Në mënyrë të veçantë, ky projekt ligj synon të sigurojë një sistem të efektshëm të monitorimit dhe të kontrollit të dëmtuesve për të pandaluar të gjitha llojet e sëmundjeve që prekin shëndetin e bimëve. Në këtë projekt ligj janë përcaktuar qartë autoritetet kompetente dhe funksionet e tyre, pa krijuar boshllaqe dhe mbi vendosje të detyrave dhe të përgjegjësive. Sikurse rregulloria e BE-s, projekt ligji i propozuar parashikon veprime më proaktive për të përgatitur në përputhje me kërkesat e Konventës Ndërkombëtare për mbrojtjen e bimëve. Në tërësinë e tij, ky projekt ligj përfshin masa të mbrojtje të forta fitosanitare. Ky projekt ligj përfshin shëndetin e bimëve në të gjithë territorin, pavarësisht nga varësia, bimët e kultivuara për zonat bujqësore, bimët pyjore, bimët në zonat urbane e tjera. Për të parë do të ngrihet dhe do të funksionojë ekipi për emergjencat e shëndetit të bimëve, i përbërë nga ekspertë të fushës për të ofruar ndihmë urgjente në lidhje me masat që ndërmerren në rast se kemi konfirmim zyrtar ose prani të dëmtuesve karantinor. Me miratimin e këtij ligji do të miratohen dhe aktet nënligjore të cilat ne i kemi përcaktuar dhe kemi çuar informacionin në Komisionin Evropian. Faleminderit. Faleminderit zonës ministër për paraqitjen e projekt ligjit. Projekt ligji për shëndetin e bimëve është një propozim i Këshillit Ministrave dhe Komisioni për Ekonominë dhe Financat e shqyrton këtë projekt ligj në cilësinë e komisionit për ndonjë mendimi në përputhje me rregullat dhe procedurat e parashikuara në nenën 32-38 të rregullorisë së Kuvendit. Projekt ligji për shëndetin e bimëve synon të krijojë një kuadër ligjor të konsoliduar dhe të harmonizuar me standardet e BE-s për mbrojtjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera nga dëmtuesit karantinor dhe jo karantinor në territorin e Republikës së Shqipërisë në funksion të ruajtjes së biodiversitetit dhe garantimit të sigurisë ushqimore. Kjo nismë ligjore përfaqëson një ndërhyrje të rëndësishme në fushën e shëndetit fitosanitar, duke pasur për qëllim parandalimin, zbulimin e hershëm dhe menaxhimin efektiv të dëmtuesve të bimëve që përbëjnë rrezik për burimet natyrore, prodhimin bujqësor dhe ekonominë kombëtare. Projekt ligji përpiqet të forcojë kapacitetet institucionale përmes një strukture gjithëpërfshirëse që përfshin mekanizma ligjor për kontrollin fitosanitar, procedurat të certifikimit dhe gjurmëshmëri, si dhe një sistem efikas monitorimi në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim ai parafrohet me rregulloren e BE-s të datës 26 tetor 2016 për masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve, duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt avancimit të procesit të integrimit evropian në fushën e bujqësisë. Objektivat kryesorë që synon të arrijnë përmes këtij projekt ligji janë ruajtja dhe garantimi i shëndetit të bimëve si bazë për rritjen e një prodhimi të sigurt, të qëndrueshëm dhe me cilësi të lartë, duke kontribuar në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në zgjerimin e mundësive për eksport në tregjet ndërkombëtare, sigurimi i gjurmëshmërisë së bimëve dhe produkteve bimore përmes regjistrimit sistematik të rreth 3000 operatorëve të biznesit në vit, duke filluar nga viti 2028, në funksion të forcimit të kontrollit dhe transparencës përgjatë gjithë zinxhirit të prodhimit dhe shpërndarjes. Parandalimi për hapjes së organizmave të dëmshëm në bimë dhe produkte bimore, hartimi dhe përgjithësimi i listës së dëmtuesve karantinor dhe jo karantinor që shfaqen në territorin e Republikës së Shqipërisë, marrja masave të duhura legjislative dhe sigurimin e zbatimit të tyre përmes monitorimeve nga ana e institucioneve të ngarkuara me këtë funksion,
përcaktimi ligjor i zonave të mbrojtura në fushën e shëndetit të bimëve, si dhe vendosja e masave të posaçme mbrojtëse për to, në përputhje me standardet dhe kërkesat e legjislacionit të harmonizuar pas hyrjes në fuqi të ligjit përkatës, si dhe përputhja e kuadrit ligjor kombëtar në fushën e shëndetit të bimëve me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Rëndësia e projektligjit qëndron në forcimin e mekanizmave të monitorimit dhe kontrollit të zinxhirit ushqimor nëpërmjet një qasje të koordinuar. Unë po ndalet te raporti i vlerësimit të ardhurave, pasi ky ligj është mjaft i gjatë dhe përbëhet nga 115 nene, kështu që po ndalim vetëm tek shpenzimet buxhetore. Projektligji ka efekte buxhetore shtesë, konkretisht 5 milion lek në vit, ku parashikohet ngritja e një sektori të dedikuar për shëndetin e bimëve pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit të Rural me 3 punonjës, një përgjegjës sektori dhe 2 specialistë dhe mbulimin e shpenzimeve operative. Mbulesa financiare do të vijë pjesërisht nga fondet e akorduara brenda tavaneve buxhetore dhe pjesërisht nga buxheti i shtetit përmes rishikimit të PBA-s 2026-2028. Gjithashtu në aspektin ekonomik, projektligji pritet të sjellë një sër ndikimesh me natyrë si të drejtë për drejtë, ashtu edhe të tërthort. Kostot kryesore përfshin ato që lidhen me zbatimin dhe përmbushjen e kërkesave të reja ligjore, përfshirë monitorimin dhe kontrollin fitosanitar në të gjithë territorin e vendit. Megjithatë, këto kosto balancohen nga përfitime që vijnë si rezultat i parandalimit të hyrjes dhe përhapjes së dëmtuesve, duke ulur shpenzimet për trajtimin e tyre dhe dëmet ekonomike ndaj prodhuesve. Zbatimi i standardeve të parafruara do të përmirësojë konkurrenshmërinë e produkteve shqiptare dhe do të nxjisë eksportin në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare, ndërkohë që në afatgjat do të çojë në uljen e kostove të importit dhe rritjen e eksporteve. Për sa thash më sipër, ju propozoj që ta miratojmë këtë projekt ligj mjaft të rëndësishëm. Ju faleminderit komisionit. Faleminderit zëvendësministër. Zëvendësministër, kisha një pyetje jo të lidhur drejt për drejt me projektligjin, po dhe për efekt të lajmeve të këtyre ditëve për këtë historinë e murtajës bagëtive. Çfarë rrezikshmërie ka tek njerëzit dhe nëse ka dhe çfarë masash po merren? Faleminderit. Ka koleg tjetër që ka pyetje? Nuk ka. Fjala për ju, zoti zëvendësministër. Po, është e vërtet që në vendin tonë ka shpërthyer sëmundja e ruminante ose murtaja e ruminantëve të vegjël dhe ka prekur disa zona. Dëmet janë të konsiderueshme nga kjo sëmundje, janë dëmet në ekonomitë e fermave. Nuk ka ndonjë rrezik për shëndetin e njeriut, por sëmundja përhapet me kontakt, direkt, nëpërmjet edhe atyre, edhe çobanëve, edhe veterinerëve, edhe makinave, gjithë. Kështu që ne kemi marrë gjitha masat dhe kemi ndaluar lëvizjen e kafshëve sipas planit kontingjencës në zonën 3 dhe 10 kilometrë. Dhe po vazhdojmë që ta bëjmë këtë pas çdo rasti dhe pas çdo vatre. Sot presim që na konfirmojnë vatrën e tretë, tash do të shkojmë të mbledhim përsëri qendrën e krizës, që e drejtoj personalisht unë si zëvendësministër. Dhe nëse ky trend do të vazhdojë, ne po ndjekim gjurmëshmërinë që nga ka ardhur. Kemi njoftuar dhe Komisionin Evropian. Po shikojmë cili është shtami dhe origjina e shtamit, është nga Greqia apo është nga Serbia. Këtë do ta bëjmë nëpërmjet laboratorëve që Komisioni Evropian na ka rekomanduar. Kështu që nëse do të vazhdojë të ketë përsëri shenja dhe përhapje të sëmundjeve në vatra të tjera, ose do të kalojë nga veriu edhe në vendet e tjera, atëherë duhet që do të ndalojmë lëvizjen e kafshëve në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo është masa me ekstreme dhe pastaj po mendojmë në fazën tjetër që të kryejmë dhe vaksinimin e baktive të imta. Do të jetë një dëm i konsiderueshëm për blegtorin tonë dhe
Fatkeqësisht, në Greqi kjo sëmundje ka bërë një dëm shumë të madh. Faleminderit. Atëherë, nëse nuk ka pyetje të tjera, kalojmë në votimin e fundit për sot, ndërkohë që zonja Koliçi ka kërkuar për çështje shtesë të prezantojë diçka përpara komisionit, na bëjmë dije. Atëre, po, shkurt zonja Koliçi, sa të vi... Faleminderit kryetar. Në zbatim të ligjit për organizimin dhe funksionimin e kontrollit lartë shtetit, përcaktohet se llogaritë financiare vjetore të kontrollit lartë shtetit auditohen nga një grup audituesish të pavarur, të përzgjedhur nga Komisioni për Ekonominë dhe Financat dhe të miratuar nga Kuvendi. Nën Komisioni për Auditimin e Sektorit Publik, si ngarkuar me gjithë procedurën dhe kjo e shkruar në rregulloren e miratuar të nën komisionit, që ka shpall procedurën e përzgjedhjes që me 28 janar 2025 me vendimin numër 1 vitit 2025. Në zbatim të këtij vendimi, shërbimet e Kuvendit e kanë publikuar në faqen zyrtare të institucionit, por shpallja ka qëndruar deri me datën 28 shkurt, ku ka qenë afati përfundimtar për dorëzimin e dokumentacionit, por me shpalljen e parë nuk është plotësuar numri i duhur për të krijuar grupin e auditimit të pasqyrave financiare, ka patur vetëm një kandidaturë. Nën komisioni ka vendosur që të ripërsërisë shpalljen, është ripërsërit shpallja, deri afati ka qenë nga 12 mars deri 12 maj 2025, janë paraqit 2 kandidatura, të cilat janë zonja Fatmira Sykja Kastrati dhe zonja Adrisa Boshnjaku, e cila paraqiti kërkesën për rikandidim. Nën komisioni shqyrtoi docjen e secilit prej kandidatëve, duke ju referuar nenit të rregullores, dhe të gjithë këto dy kandidatura plotësojnë njëkohësisht edhe të gjithë kriteret. A ti lexoj kriteret kryetar apo nuk ka nevojë? Dhe rezulton se Adrisa Boshnjaku është audituese ligjore me licencë 370/15/2/2019. Kandidati ka paraqit gjithë dokumentacionin e kërkuar që vërteton përmbushjen e kritereve ligjore, përfshi edhe vërtetimin nga JEK-a për eksperiencën në auditimin ligjor të pasqyrave financiare dhe mospasjen e masave disiplinore në fuqi. Njëkohësisht ka paraqit dokumentin përkatës ku ka vërtetuar se ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore. E njëjta gjë edhe për kandidaturën tjetër, edhe kjo me licencë numër 14/12/2000, edhe kandidatja ka paraqitur gjithë dokumentacionin e kërkuar, vërtetimin nga JEK-a që nuk ka masë disiplinore në fuqi dhe gjithashtu dokumentin që ka vërtetuar se ka shlyer gjithë detyrimet tatimore. Nën komisionin, mbledhjen e datës sotshme 9 qershor, pas përfundimit procedurës verifikimit paraprak, duke marrë në konsiderat që 2 kandidaturat plotësojnë kriteret e përcaktuara, vendosi miratimi e listë audituese ligjor që plotësojnë kriteret formale sipas vendimit dhe ja përcolli Komisionit për Ekonominë dhe Financat për të bërë përzgjedhjen. Kjo është në dorën tuaj përzgjedhja e këtyre 2 kandidaturave që do të bëjnë një grup audituesish për pasqyrat financiare të kontrollit lartë të shtetit për vitet 2023 dhe 2024. Do duhet marrë vendim? Po në komisionit që e ka marrë vendimin sot. Ne e propozojmë, si mas vendimit që kemi marrë ne kemi miratuar listën e audituesve ligjor që plotësojnë kriteret formale, zonja Adrisa Boshnjaku dhe zonja Fatmira Sykja Kastrati. Dhe këtë vendim e përcollim Komisionit për Ekonominë dhe Financat dhe e publikojmë edhe në faqen zyrtare të Kuvendit. Okej, atëre do t'i vendosni në dispozicion Komisionit të edhe raportin, edhe të gjithë dokumentacionin. Dhe Komisioni në një moment tjetër do të
miratoj. Mirë, faleminderit atëherë. Kalojmë në votim për projekt ligjin e shëndetit bimëve. Jam shumë nene. Kush dakord parim? Pro, kundër, abstenimi miratori, 1 pro, kundër, abstenimi miratori, 2 pro, kundër, abstenimi miratori, 3 pro, kundër, abstenimi miratori, 4 pro, kundër, abstenimi miratori, 5 pro, kundër, abstenimi miratori, 6 pro, kundër, abstenimi miratori, 7 pro, kundër, abstenimi miratori, 8 pro, kundër, abstenimi miratori, 9 pro, kundër, abstenimi miratori, 10 pro, kundër, abstenimi miratori, neni 11 pro, kundër, abstenimi miratori, 12 pro, kundër, abstenimi miratori, 13 pro, kundër, abstenimi miratori, 14 pro, kundër, abstenimi miratori, 15 pro, kundër, abstenimi miratori, 16 pro, kundër, abstenimi miratori, 17 pro, kundër, abstenimi miratori, 18 pro, kundër, abstenimi miratori, 19 pro, kundër, abstenimi miratori, 20 pro, kundër, abstenimi miratori, 21 pro, kundër, abstenimi miratori, 22 pro, kundër, abstenimi miratori, 23 pro, kundër, abstenimi miratori, 24 pro, kundër, abstenimi miratori, 25 pro, kundër, abstenimi miratori, 26 pro, kundër, abstenimi miratori, 27 pro, kundër, abstenimi miratori, 28 pro, kundër, abstenimi miratori, 29 pro, kundër, abstenimi miratori, 30 pro, kundër, abstenimi miratori, 31 pro, kundër, abstenimi miratori, 32 pro, kundër, abstenimi miratori, 33 pro, kundër, abstenimi miratori, 34 pro, kundër, abstenimi miratori, 35 pro, kundër, abstenimi miratori, 36 pro, kundër, abstenimi miratori, 37 pro, kundër, abstenimi miratori, 38 pro, kundër, abstenimi miratori, 39 pro, kundër, abstenimi miratori, 40 pro, kundër, abstenimi miratori, 41 pro, kundër, abstenimi miratori, 42 pro, kundër, abstenimi miratori, 43 pro, kundër, abstenimi miratori, 44 pro, kundër, abstenimi miratori, 45 pro, kundër, abstenimi miratori, 46 pro, kundër, abstenimi miratori, 47 pro, kundër, abstenimi miratori, 48 pro, kundër, abstenimi miratori, 49 pro, kundër, abstenimi miratori, 50 pro, kundër, abstenimi miratori, 51 pro, kundër, abstenimi miratori, 52 pro, kundër, abstenimi miratori, 53 pro, kundër, abstenimi miratori, 54 pro, kundër, abstenimi miratori, 55 pro, kundër, abstenimi miratori, 56 pro, kundër, abstenimi miratori, 57 pro, kundër, abstenimi miratori, 58 pro, kundër, abstenimi miratori, 59 pro, kundër, abstenimi miratori, 60 pro, kundër, abstenimi miratori, 61 pro, kundër, abstenimi miratori, 62 pro, kundër, abstenimi miratori, 63 pro, kundër, abstenimi miratori, 64 pro, kundër, abstenimi miratori, 65 pro, kundër, abstenimi miratori, 66 pro, kundër, abstenimi miratori, 67 pro, kundër, abstenimi miratori, 68 pro, kundër, abstenimi miratori, 69 pro, kundër, abstenimi miratori, 70 pro, kundër, abstenimi miratori, 71 pro, kundër, abstenimi miratori, 72 pro, kundër, abstenimi miratori, 73 pro, kundër, abstenimi miratori, 74 pro, kundër, abstenimi miratori, 75 pro, kundër, abstenimi miratori, 76 pro, kundër, abstenimi miratori, 77 pro, kundër, abstenimi miratori, 78 pro, kundër, abstenimi miratori, 79 pro, kundër, abstenimi miratori, 80 pro, kundër, abstenimi miratori, 81 pro, kundër, abstenimi miratori, 82 pro, kundër, abstenimi miratori, 83 pro, kundër, abstenimi miratori, 84 pro, kundër, abstenimi miratori, 85 pro, kundër, abstenimi miratori, 86 pro, kundër, abstenimi miratori, 87 pro, kundër, abstenimi miratori, 88 pro, kundër, abstenimi miratori, 89 pro, kundër, abstenimi miratori, 90 pro, kundër, abstenimi miratori, 91 pro, kundër, abstenimi miratori, 92 pro, kundër, abstenimi miratori, 93 pro, kundër, abstenimi miratori, 94 pro, kundër, abstenimi miratori, 95 pro, kundër, abstenimi miratori, 96 pro, kundër, abstenimi miratori, 97 pro, kundër, abstenimi miratori, 98 pro, kundër, abstenimi miratori, 99 pro, kundër, abstenimi miratori, 100 pro, kundër, abstenimi miratori, 101 pro, kundër, abstenimi miratori, 102 pro, kundër, abstenimi miratori, 103 pro, kundër, abstenimi miratori, 104 pro, kundër, abstenimi miratori, 105 pro, kundër, abstenimi miratori, 106 pro, kundër, abstenimi miratori, 107 pro, kundër, abstenimi miratori, 108 pro, kundër, abstenimi miratori, 109 pro, kundër, abstenimi miratori, 110 pro, kundër, abstenimi miratori, 111 pro, kundër, abstenimi miratori, 112 pro, kundër, abstenimi miratori, 113 pro, kundër, abstenimi miratori, 114 pro, kundër, abstenimi miratori dhe në fundit 115 pro, kundër, abstenim, miratohet, në tërësi, pro, kundër, abstenim, miratohet, faleminderit nderuar kolegë deputet, dhe një si? Po. Një sekund. Okay. Korrigjohet. Dokumenti.
Mi sqaroni aspekte procedurale të ri. Okej, mirë. Tani një sqarim për me qenë se po, me qenë se zonja Koliqi solli vëmendjen time një kërkesë të zonjës Tabaku e cila ka kohë që nuk ka qenë komision në lidhje me ligjin, më thatë me ligjin për investimet e huaja. Pra, pse... A, pretendoj, pra, po dikush ma transmetoj. A, nuk ma transmetoj, dikush, okej. Okej. Por e mira do t'ishte që zonja Tabakut ishte prezente këtu, kështu që unë thjesht desha të bëj me dije që në thelb unë e kam përshëndetur, përgëzuar zonjën Tabaku, por në qasje nuk jam dakord, sepse ndryshe nga zonja Tabaku që mendon që rregulloret e Bashkimit Evropian duhet transpozohen në ligje, unë mendoj që janë direktivat në masë konsiderueshme që bëhen ligje, ndërkohë që rregulloret e Bashkimit Evropian ne i kemi bërë kryesisht me urdhëresa ose udhëzime të ministrave. Dhe natyrisht kemi një ligj horizontal për investimet e huaja dhe nuk do të ishte efikase dhe nga pikpamja e strukturës së akteve normative që të ndiqnim logjikën e një ligji të ri për skrutinimin apo për shqyrtimin e investimeve të huaja, që do të thotë që nisma e zonjës Tabaku do të jetë pjesë e VKM-s që do të dali pasi të shqyrtojmë dhe pëlqyeshmërisht të miratojmë nismën time për një ndryshim në ligjin e investimeve të huaja. Pra, direktivat janë politika, kurse rregulloret janë procese, procedura. Ndaj unë kam gjykuar që të bëj një propozim për ndryshimin e ligjit dhe pastaj me vendim të Këshillit Ministrave do të parafrohet rregulloria e Bashkimit Evropian. Sikundër e dim, të gjitha aktet nënligjore shfuqizohen ditën që ne do të antarësojmë Bashkimin Evropian, sepse rregulloret e Bashkimit Evropian mbas antarësimit janë binding, janë të detyrueshme. Gjithsesi, e bëra këtë shpjegim që të ketë mundësinë ta dëgjoj dhe ta siguroj që ndryshon qasja. Kjo ka qenë vetmja pikpyetje për cilën unë jam konsultuar me shumë ekspert të fushës dhe më duket edhe e logjikshme që të ndjekim qasjen e rregullores me vendim të Këshillit Ministrave, ndërkohë që mundësinë për të miratuar një VKM do t'ja japi pikërisht ai amendim i nenit që kam propozuar. Shumë faleminderit nderuar kolegë deputet dhe rishihemi në mbledhjen ose seancën parlamentare të ardhshëm. Zoti i fal, zoti i Sinet, kërkoj ndjes, po. Shërbimet e kuvendit janë vazhdimisht
Mirë, faleminderit shumë zoti Sinaj për